Por gjithashtu trashëgova edhe luftën Ukrainë-Rusi që nuk do të kishte ndodhur. But he wasn't going to do anything. I said, Vladimir, you're not doing it. He would never have done it. It was terrible what happened. I could see it Pra është një gjë të mërshme ajo që ndodhi në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Kemi dhënë $300 miliard për Ukrainën. Kur erdha në pushtet, e rregullova këtë problem ashtu siç rregullova dhe ekonominë. This place is in trouble, meaning our country. All of these things were out of control. Pra, kaq shumë gjëra ishin jashtë kontrollit në territorin ton, por problemi më i madh ishte kufit e hapur. Dhe kam punuar në këtë çështje për një vit, duke I dhënë fund disa luftrave në botë, siç është edhe lufta Armeni-Azerbajxhan. Pra, një konflikt që zgjase për 30 vjet unë zgjidha për një ditë. Drejtues të ndryshëm më thanë se kishin punuar për 10 vjet për ta zgjidhur këtë konflikt. Çfarë përfiton SBA nga zgjidhja e këtyre konflikteve? Apo njerëz që nuk e vlerësojnë ato që ne bëjmë? Po flas për NATO-n, për Europën. SBA shumë larg Ukrainës. Kemi një oqean të mrekullueshëm që na ndan. Përpara se të vija në pushtet, vendet nuk paguanin as 2% të prodhimit të brendshëm bruto për NATO-n, dhe këtë e ndalova. Kjo është e pandershme, thash. I kërkova NATO-s që të paguajnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ata rënë dakord. Edhe pse në fillim nuk besonin se do të rrisnin prodhimin e brendshëm bruto deri në 2%. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. We never asked for anything. Ne nuk kërkuam kur ndonjë gjë dhe nuk morëm ndonjë gjë dhe ndoshta nuk do marrim asgjë nëse nuk përdorim ndoshta edhe forcë, por unë nuk do e bëj këtë. Njerëzit mendonin se unë do përdorja forcën. Nuk do ta përdor forcën, mbasi do të ndjeni të lehtësuar tani. SBA po kërkon vetëm një vend të quajtur Groenland që ne e kemi pasur. E kemi pasur dhe ja kthyem Danimarkës pasi mundëm Gjermanët, Japoninë, Italinë gjatë luftës së dytë botërore. Ne e kthyem këtë territor. Ne ishim një forcë e fuqishme në atë kohë, por jemi shumë të fuqishëm sot. Kemi një buxhet për $1.5 trilion, po kthejmë në det anijet luftarake, që janë shumë të fuqishme se sa anijet luftarake të luftës së dytë botërore. I thought maybe we could take them out of mothballs. They said, no, sir, these ships are Këto anije luftarake janë 100 herë më të fuqishme se ato anije që ne kemi parë kaq shumë në televizor. Pra çdo anije është 100 herë më e fuqishme se anijet luftarake të së kaluarës. Pra ajo që ne kemi, ajo që kemi marrë nga NATO, është asgjë, përveç se duke mbrojtur Europën nga Rusia, ne I kemi ndihmuar dhe s'kemi marrë asgjë. Pra ne kemi paguar për NATO-n,
derisa erdha në pushtet, kemi paguar 100% të shpenzimeve të NATO-s, dhe tani ne po kërkojmë të marrim Groenlandën me pronësi të plot, sepse vetëm kështu mund ta mbrojmë. Legally, it's not defensible that way, totally. And number two, psychologically, who the hell wants to defend? Dhe psikologjikisht, kush do donte të mbronte një territor që s'është i veti dhe është një copë akulli në oqean? Pra raketat do të fluturojnë sipër saj. Ne kërkojmë nga Danimarka dhe ta kemi atë për çështje sigurie, për të mbajtur larg armiqt. Aty do të ngrejmë sistemet tona antiraketore, do të mbrojmë Kanada'n. Kanadai do të jetë shumë mirënjohëse ndaj mbrojtjes që ne i bëjmë. They should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that. Kanadaja Next time you make your statements. What we did for Israel was amazing. Ajo që ne kemi bërë, It's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are. ajo që ne parashikojmë të bëjmë për Kanada'n, për SBA-n është e jashtëzakonshme. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. Pra That's our teknologjia stuff. që Izraeli përdor But they had a lot of courage and they were good antiraketore fighters and është they did a të good prodhuar job. nga They ne. wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. Ne kemi shmangur Nobody's ever rrezikun seen anything nuklear të like it. Iranit. That, Venezuela, taking down Soleimani, wiping out al-Baghdadi when he tried to reinstitute ISIS. Ne hoqim qafe al-Baghdadin. A lot of big things. All Pra kemi bërë gjëra të perfectly jashtëzakonshme. executed. Everyone was perfectly executed. Somebody told me that, a military expert told me, Një sir, ekspert everything you've done has been ushtrie më tha se perfectly executed. gjithçka I që said, "I know." kemi zhvilluar ka qenë në mënyrë perfekte, dhe i thashë di. Whether foolishly or not, trillions and trillions of dollars on NATO and gotten absolutely Pra nothing. kemi in shpenzuar return. We've never triliona asked for dollar për NATO-n dhe s'kemi marrë It's asgjë. a one-way street. Now they want us to help them with Ukraine. And let me say, we're going to. I'm really helping, not even them. Po I want to see ndihmoj last week. we Ukrainën. saw It was 10,000 soldiers, but last month it was 31,000 soldiers died. 31,000. Pra That's this room 31.000 ushtar times the Ukrainas number of people in this room times kanë 30. humbur jetën gjatë luftës. Think of it. Mendoni për 30,000 këtë. soldiers died in 30 one month. The month mi before it was ushtar 27,000. kanë humbur The month jetën. before that it was 28,000. The month before that it was Një muaj më parë 25,000 ishte 28.000 ushtar, pra është një over there. është And that's what I want to po stop. derdhë It gjak doesn't dhe help the United States. ne po kërkojmë ta ndalojmë këtë luftë, These are souls. These are young. sepse këto janë shpirtra njerëzish të rinjve. Look like some of you right in the front row. Pra ngjajnë si disa të rinj që janë këtu në sallë. This comes back. 2 weeks later they're going to call your son's head's been blown off. I want to stop it. It's a Dhe unë dua të jap fund kësaj, sepse është një luftë të tmerrshme. Lufta më e tmerrshme që pas luftës dytë botërore. Will exceed World War II. The numbers are staggering. How many people they've lost? They don't want to talk about it. Ukraine and Russia lost just. Pra Ukraina dhe Rusia ka humbur një numër të madh And I'm njerëzish. dealing with President Putin and he Dhe wants po to make a deal. flas me presidentin Putin dhe ai kërkon që të kemi një marrëveshje. Zelensky, and I think he wants to make a deal. Mendoj se I'm edhe meeting him Zelenski today. kërkon një marrëveshje. He might be in the audience right now. Mundet që Zelenski të jetë sot këtu në audiencë, They got to get that war stopped. por duhet të japim fund asaj lufte, Because too many people are sepse dying, shumë njerëz po needlessly humbin dying. jetën. Too many souls are being lost. It's the only reason I'm interested in doing it. Për këtë arsye dëshiroj të jap fund. Europe, I'm helping NATO, and I've Po until me the këtë po last few ndihmoj days when I told Europën, them po about ndihmoj NATO-n. Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time. Very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for Tani ai is që unë përkërkoj a është piece of ice, një cold copës and fully akulli located,
that can play a vital që role mund të luajë një rol in jetik world peace and në world paqen botërore protection. dhe në mbrojtjen It's a very e small ask botës, është një kërkesë compared to shumë e what we've vogël given them for krahasuar me atë që ne kemi many decades. dhënë për shumë dekada. But the problem with Por NATO is problemi me that NATO-n është we'll be there for se them ne 100%. do t'i mbështesim ata 100%, I'm not sure that they be por there nuk for jam us. If i we sigurt se ata gave po na them the mbështesin. call, Gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't know that Unë e they'd di be se ne there do i for us. mbështesim, por nuk e di With all nëse of the Alianca money do të na we mbështes expend, ne. with all of the Me gjithë paratë që ne blood, sweat kemi and tears, shpenzuar, I don't know that they'd be there for us. nuk e di nëse They're ata not do there na for us on mbështesin. Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. And we have an unbelievable future in that stock. That stock market is going to be doubled. We're going to hit 50,000 and that stock market's going to double in a relatively short period of time because of everything that's happened. But this is a good example after giving NATO, Pasi I kemi dhënë trillions and NATO-s dhe trillions of dollars in vendeve europiane defense. They buy our triliona weapons. We make the dollar, greatest weapons in the world, but now we're going to make them faster, much faster. You saw that. I put a cap on the salaries. Then I put no buybacks, no stock buybacks, no various other things that they were doing. I mean, they were making $50 million, but it would take them 3 years to give you a Patriot missile. I said, that's not good. My chauffeur can do a better job than that. And he makes slightly less than 50. They make big salaries. If they're going to make those big salaries, they're going to have to produce a lot faster. The good news is we have the Pra, greatest këshilla ime ka equipment in the qenë world. Now we're going to ndaj start making it a lot faster. prodhuesve They're gonna tanë build që additional të plants. prodhojnë më shpejt And all of the money that goes dhe të into gjitha paratë të stock cilat buybacks is going to go into building plants. We're not allowing stock investohen, buybacks by defense companies do të anymore. investohen për prodhimin e këtyre fabrikave të reja, Tomahawks, Patriots, prodhimin e best equipment. Patriotëve dhe Tomahawk, pra F-47, raketa the new one amerikane. just coming out. They say it's the most devastating plane, fighter jet ever. Who knows? They called it 47. If I don't like it, I'm going to take the 47 off it. I wonder why they called it 47. We'll have to think about that. But if I don't like it, I'm going to take that 47 off. But it's supposed to be the stage 6. It's supposed to be the first stage 6 plane. Undetectable, like our B-2 bombers were undetectable. They flew right over Pra, po Iran. punojmë They were për undetectable. raketa të They did their padetektueshme. job and they got the hell out of there. So we want a piece of ice for Pra ne world kërkojmë një protection. copë zakulli për They won't give it. mbrojtjen e We've botës. never asked for anything else, and Nuk kemi kërkuar ndonjë gjë tjetër. that piece of land, and we didn't. Ne mund ta So kishim mbajtur atë they have copës a choice. toke, You can say yes, mund të thoni po, and we will be very dhe appreciative, ne do t'ju Or you jemi can mirë say njohës, no. mund të thoni jo, and we will remember. dhe ne do ta kujtojmë. A strong and secure America means a strong Një NATO. Amerikë e sigurt është një NATO e sigurt dhe prandaj punoj që ushtria jonë të jetë sa më e fuqishme, kufitan të jenë sa më të fortë dhe mbi të gjitha ekonomia të jetë e fortë, sepse kërkohet prosperitet ekonomik. Biden and his allies destroyed our economy and gave us perhaps the worst inflation in American history. They Edhe say pse aleatët 48 tanë mund years, të na I kenë say dhënë më parë forever, but I think inflacion, 48 years is the equivalent to forever. Whether it's 48 years or ever, it's terrible. Costing the typical family $33,000. What they did to this country should never, ever be forgotten. It's early, but he has to be rated as the worst president we've ever had by far. The Autopen did much of the damage. The Autopen, he was the Autopen president. Because I don't believe a sane president would have ever signed the kind of things that he signed. But now grocery prices, energy prices, airfares, çmimet e mortgage rates, rent, energjisë and dhe car payments are të all ushqimeve coming down, and they're coming janë down ulur fast. We ndjeshëm, inherited a mess. edhe pse We've trashëguam done a hell of a job in një katastrofë ekonomike, por kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë 12 muajve të fundit. prescription drugs is coming down. Çmimet